Nuk kam nevojë për ndihmën tënde. Beatrisa nuk i ngriti as syt nga telefoni kur e tha. Shiu i rëshiste në përfytyrë dhe i ngjitej fustanit të bardhë pas trupit, ndërsa taka e holl fundosej në baltën e anës së rrugës. Kapaku i Mercedesit ishte hapur dhe nga motori dilte tym i lehtë me ergome të djegur. Një burr u ndal disa hapa larg saj. Këmisha me kuadrate i ishte ngjitur në trup nga shiu, mjekra e paruar dhe duart e forta tregonin një njeri të mësuar me punë të rëndë. Gjithçka në rregull, zonjë? Qyteti më i afërt është 40 kilometra larg. Beatrisa ngriti kokën menjëherë. Zonja? Jam vetëm 31. E shtrëngoi telefonin në gjoks. Kam telefonuar siguracionin. Do të vinë. Ai pa qiellin që po errësoi. Me këtë stuhi? Mund të zgjas. Një vetëtim çauret dhe bubullima shpërtheu menjëherë pas saj. Jam mekanik. Mund ta shoh makinën. Nuk kam nevojë. Zëri i saj ishte i prerë, i mësuar të mos kundërshtohej. Ai nuk u largua. Çfarë po bën ende këtu? Pyeti ajo. Po pres. Çfarë? Nuk e lëdik vetëm në anë të rrugës me këtë mod. Ai u mbështet te kamionçina e tij sikur kishte gjithë kohën e botës. Beatrisa shtrëngoi nofullën. Ajo drejtonte një kompani me miliona në qarkullim dhe një ekip prej 12 vetash. Nuk kishte nevojë për një të panjohur që vendoste çfarë ishte më mirë për të. Telefoni bipoi. Pa sinjal. Ajo mbylli syt për një sekondë. Fantastike. Mekaniku hapi kapakun, kontrolloi disa gjëra dhe e mbylli përsëri. Rripi i alternatorit është kaputur. Nuk rregullohet këtu. Mund ta tërheq deri në punishte. Pasa Quattro. 12 kilometra. Sa kushton? Ai e pa drejt. Do të diskutosh çmimin apo do të dalësh nga shiu? Era i hodhi flokët mbi fytyrë. Fustani tashmë ishte pothuaj transparent dhe këmbët i dridheshin nga të ftohtit. Mirë. Por paguaj gjithçka. Dakord. Dhe mos fol shumë. Ai pothuaj buzëqeshi. Kamionçina mbante ervaj motori dhe kafe të ftohtë. Në sediljen e pasme kishte një kuti veglash dhe një libër të hapur. Në panel ishte fotografia e një gruaje që buzëqeshte. Beatrisa e pa vetëm për një çast para se të kthente kokën nga dritarja. Shiu binte mbi çati si gishta nervoz. 5 kilometra heshtje. Ai nuk ndezi radion. Nuk u përpoq ta mbushte boshllëkun me fjalë. Ishte e çuditshme. Shumica e burrave që ajo njihte nuk duronin pa folur për veten. Emri yt? Tha më në fund. Kajo. Beatrisa. Ai vetëm pohoi. Punishtja ishte e vogël, por jashtëzakonisht e rregull. Veglat të varura sipas madhësisë, dysheme e pastër dhe pjesët të renditura me kujdes. Në një cep kishte një raft plot libra. Hyr, tha ai. Apo ti kafshon? Asnjëri. Ai i hodhi një peshqir. Banjoja është pas. Jam mirë. Nuk ishte. Dhëmbët i trokisnin. Pjesa duhet të vijë nga Poso Alegre. Arrin nesër në mëngjes. Nesër? Ajo hodhi çantën mbi tavolinë. Kam një takim 2 milionësh në Poços de Caldas. E kuptoj. Jo, nuk e kupton. Ai fshiu duart. Pjesa nuk teleporton. Ajo mori frym thellë. Çfarë bëj deri nesër? Ka një bujtin. E zonjës Zilda. 2 rrugë më tej. Zilda doli në derë para se kamionçina të ndalonte. E vogël, flok të bardhë, përparse me miell. Kajo, paske sjell mysafire. Ajo e pa Beatrisa në nga kokat e këmbët dhe buzëqeshi me dhëmbshuri. Hyr, bi. Dhoma ishte e thjeshtë, me një dritare drejt maleve. Zilda solli rroba të thata. Ishin të vajzës sime. Më vonë, Beatrisa telefonoi motrën. Ku je? Pyeti Lia. E bllokuar në një fshat për shkak të një rripi alternatori. Universi po të detyron të pushosh. Universi duhet të punsoj mekanik më të mirë. Por në kuzhinë, ndërsa hante bukë djathi të ngrohtë, ndjeu për herë të parë pas muajsh se shpatullat i çliroheshin. Në mbrëmje nuk flinte dot. Heshtja e fshatit ishte shumë e madhe.
Veshi bluzën e huazuar dhe shkoi drejt punishtes. Drita ishte ndezur. Kajo ishte ulur para një teleskopi. Saturni është i bukur sonte, tha ai. Je mekanik dhe astronom? Mekanik që i pëlqen të shoh lart. Ajo pa përmes lentes, unazat e Saturnit u shfaqen të qarta. O Zot! Ai buzëqeshi lehtë. Të gjithë thonë kështu. Ajo pa fotografin. Gruaja jote? Sytë e tij u errësuan pak. Elisa. 2 vjet që nuk është më. Më vjen keq. Ajo më dha teleskopin. Ata u ulën. I fejuari më la kur isha 28, tha Beatrisa. U bë xhelos për suksesin tim dhe iku me një praktikante. Dhe pastaj? Punova pa ndalur. Për të provuar se nuk kisha nevojë për askën. Funksionoi? Ajo heshti. Jo. Zilda erdhi me kafe. Problemi i njerëzve të fortë është se harrojnë që të kërkosh ndihmë është guxim. Dhe u largua. Beatrisa qeshi për herë të parë sinqerisht. Qëndruan duke folur për muzikë, libra dhe kafen e filtruar në pëllur që ishte më e mirë se çdo kapsulë moderne. Gjërat e vogla u dukën të mëdha në atë natë të qetë. Në mëngjes pjesa mbërriti. Kajo punonte që në agim. Ajo solli 2 kafe. Faleminderit. Duart e tij lëviznin shpejt të sigurta. Gati. Sa të detyrohem? Ai tregoi çmimin. I drejt. Ajo pagoi dhe qëndroi pranë makinës që tashmë shkëlqente. Kajo. Po. Faleminderit. Vërtet. Ai pohoi. Udhëtim të mbar, Beatrisa. Ajo u nis. Dielli hyri nga xhami i përparm ndërsa rruga zgjatej përpara saj. Kodrat mbetën pas në pasqyrë. Pas sa quatro u zhduk pas kthesës, por për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk nxitoi të shtypte gazin. Në vend të kësaj, uli pak shpejtësinë dhe hapi dritaren. Era e freskët e malit hyri brenda, duke larguar aromën sterile të qytetit që zakonisht e ndiqte kudo. Mendoi për teleskopin, për heshtjen pa presion, për mënyrën si dikush mund të ishte i fortë pa pasur nevojë të tregonte këtë çdo minutë. Mendoi për kafen e ngrohtë të Zildas dhe për mënyrën si Kajo nuk kishte kërkuar asgjë në këmbim përveç një falënderimi të sinqertë. Telefonit ju kthye sinjali dhe mesazhet filluan të mbërrinin njëra pas tjetrës, emaile urgjente, kujtesa takimesh, kërkesa nga ekipi. Ajo i pa për disa sekonda pastaj e vendosi telefonin mënjan. Rruga vazhdonte përpara. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk ndihej sikur po ikte nga diçka, por sikur po shkonte drejt vetes. Beatrisa ndezi radion dhe e fiku menjëherë. E ndezi përsëri, pastaj e fiku sërish, sikur çdo tingull që dilte prej saj i duke i gabuar. Heshtja brenda makinës nuk ishte më qetësuese, ishte e rëndë, e mbushur me mendime që nuk pushonin. Pas 40 kilometrash ju kujtua shalli. E kishte lënë në bujtin. Nuk ishte vërtet shalli që i mungonte, por mendimi u ngjit pas saj si një justifikim i dobët që nuk donte ta pranonte ende. Në Poços de Caldas takimi shkoi për mrekulli. 2 milion të konfirmuara. Partneri i biznesit i shtrëngoi dorën me buzëqeshje të kënaqur. Gjithçka në rregull, Beatrisa? Gjithçka. Gënjeshtra e parë nuk kishte qenë ajo e ditës, ishte vetëm më e dukshmja. Në mbrëmje darkoi vetëm në restorantin e hotelit. Porositi verë, por nuk e mbaroi gotën. Kamerierja pyeti nëse gjithçka ishte mirë. Po. Gënjeshtra e tretë. Në dhomën e hotelit, natën, qëndroi në balkon duke parë qiellin. Drita e qytetit e mbyste errësirën. Asnjë yll nuk dukej. Nxori telefonin, hapi Google dhe shkroi, Saturni i dukshëm sot. Ishte. Thjesht ajo nuk mund ta shihte nga aty. 2 net pa gjumë të mirë. Shtrati shumë i madh. Heshtja e gabuar. Jo ajo e kriketave dhe erës në male, por heshtja që vinte nga mungesa e dikujt. Në mëngjesin e dytë u pa në pasqyrën e banjës. Grim perfekt. Kostum i rregull. Gruaja që të gjithë e respektonin. Dhe tani? Pyeti reflektimin. Je e kënaqur? Pasqyra nuk u përgjigj. Si tha, ktheu djathtas për në São Paulo. Beatrisa ktheu majtas. Drejtoi për 2 orë pa ndalur. Pa radio.
Vetëm motori, rruga dhe një shtrëngim në gjoks që nuk dinte ta emërtonte. Kur ndaloi përpara punishtes ishte 3:00 PM. Porta ishte e hapur dhe tingulli I metalit që godiste metalin dilte jashtë. Përshëndetje. Zëri I saj doli më I ulët nga sa kishte menduar. Së pari u dukën këmbët e Kajosë, pastaj pjesa tjetër e tij. Kominoshe blu, njoll yndyre në ball, çelës në dorë. Beatrisa? Kam harruar shallin në bujtin. Ai u ngrit ngadalë dhe fshiu duart në një leckë. Shalli yt është të Zilda. E di. Bujtina është 2 rrugë më tej. E di. Heshtja ra mes tyre. Ventilatori I vjetër rrotulloi ngadalë mbi kokat e tyre. Nuk ishte shalli, tha ajo më në fund. Zëri ju qa në mes të fjalisë. Nuk erdha për shallin. Kajo nuk foli. Vetëm priti. Kam kaluar 3 vite duke provuar se mund t'ja dal vetëm. Dhe ja dal. Nuk kam nevojë që dikush të rregulloj jetën time, të paguaj faturat e mia apo të më thotë çfarë të bëj. Ai vetëm dëgjonte. Ajo gëlltiti me vështirësi. Por jam lodhur duke mos pasur nevojë për askënd, Kajo. Fjalët dolen më të sinqerta se sa kishte planifikuar ndonjëherë. Nuk kam nevojë për ty por të dua. Ajri në punishte dukej sikur u ndal. Dua dik me të cilin të shoh hyje. Dik që pret në anë të rrugës edhe kur I thon të largohet. Ai vendosi çelsin mbi tavolinë dhe bëri 2 hapa drejt saj. Mendoja se hyjet mjaftonin për shoqëri. U ndal shumë pranë. Nuk mjaftojnë më. Ajo uli syt. Bluza e saj prej mëndafshi dukej shumë elegante pranë duarve të tij të errëta nga yndyra. Ai ja mori dorën me kujdes, sikur të mbante një pjesë delikate makinerie. Njolla e yndyrës kaloi mbi mëndafsh. Kam njoll në bluzë? Pyeti ajo. Po. Ajo nuk e tërhoqi dorën. Është në rregull. Në qoshen e rrugës u shfaq Zilda me një qese në dorë. Pa të dy, buzëqeshi gjerë dhe u kthye mbrapsht pa thënë asgjë. Nuk kishte nevojë për shpjegime. 6 muaj më vonë, Beatrisa ende nuk dinte emrat e të gjitha yjsive, por njihte 3, Akrepin, Kryqin e Jugut dhe Orionin. Ajo është Venusi, tha Kajo, duke treguar qiellin. Venusi nuk është yjsi. Jo. Është planet. Por është I bukur gjithsesi. Ajo e goditi lehtë në shpatull. Ai qeshi. Karigia pranë teleskopit tashmë ishte e saj. Kajo e kishte blerë në panairin e Passa Quattro. Druj erët, jastëk I zbejur nga koha. Beatrisa kishte sjell një batanie nga Sao Paulo, sepse netët në male ishin të ftohta. Kompania e saj tani funksiononte nga kudo. Videokonferencat ndodhnin nga kuzhina e vogël ose nga veranda. Ligia thoshte se motra e saj më në fund kishte mësuar të delegonte. Beatrisa thoshte se kishte mësuar të besonte. Ishte pothuajse e njëjta gjë. Në mëngjeset e hershme, aroma e kafes përzihej me erën e vajit të motorit dhe ajrit të freskët të maleve. Ndonjëherë ajo ulej në shkallët e punishtes dhe shikonte Kajo në duke punuar. Nuk kishte ngutje në lëvizjet e tij. Çdo gjë bëhej me durim, sikur koha kishte një ritëm tjetër aty. Në mbrëmje shkonin shpesh te kuzhina e Zildasë. Buk djathi, kafe e fortë dhe histori të gjata që fillonin me një fjali të thjeshtë dhe përfundonin në të qeshura. E dija që nga dita e parë, thoshte ajo gjithmonë. Çfarë dije? Pyeste Beatrisa. Kur pash atë grua të hynte në kuzhinën time duke pikur ujë, mendova, kjo do të qëndroj. Beatrisa pretendonte se nuk e besonte. Por çdo natë, kur teleskopi drejtohej drejt qiellit dhe era e ftohtë kalonte mbi kodra, ajo e kuptonte se kishte ndodhur diçka që nuk planifikohej me kalendar apo kontrata. Një natë, ndërsa shikonin Saturnin, ajo mbështeti kokën në shpatullën e Kajosë. A e di çfarë është më e çuditshme? Tha ajo. Çfarë? Mendova se ndalimi në atë rrugë ishte dita më e keqe e vitit tim. Ai buzëqeshi. Dhe tani? Ajo pa qiellin. Ishte dita që më çoi në vendin e duhur. Yjet qëndronin të qetë mbi ta, të njëjtët që ajo nuk kishte mundur të shite nga balkoni I hotelit. Dhe këtë herë nuk kishte drik qyteti që t'i fshite. Vetëm errësira e mirë, ajo që lejonte gjërat e vërteta të shkëlqenin. Shpesh them shumë gjëra, bia ime, zakonisht edhe kam të drejtë,
thoshte gjithmonë Zilda, me atë mënyrën e saj të qetë që nuk linte vend për kundërshtime. Atë natë, ajri mbi mal ishte i freskët dhe i mbushur me aromën e barit të lagur. Dritat e bujtinës ndriçonin poshtë si pika të arta në errësirë, ndërsa heshtja e maleve mbështillte gjithçka me një qetësi të thellë. Beatrisa mbështeti kokën në shpatullën e Kajos pa thënë asgjë. Nuk ishte një gjest i madh apo dramatik, ishte i thjesht, i natyrshëm, sikur trupi i saj më në fund kishte gjetur vendin ku donte të pushonte. Mes tyre ishte një filxhan kafeje e zier në pëlhur, tashmë pothuajse e ftohtë. Avulli kishte pushuar së ngriuri dhe aroma ishte bërë më e butë, por ende mbante ngrohtësinë e mbrëmjeve në kuzhinën e Zildas. Era lëkunte lehtë degët e pemëve dhe sillte tingujt e largët të natës, kriketat, një qen që lehte diku në fshat dhe zhurmën e butë të gjetheve që përplaseshin njëra me tjetrën. E di çfarë më pëlqen më shumë të yjet? Tha Beatrisa pas një kohe të gjatë. Zëri i saj ishte i ulët, pothuaj një mendim i thënë me zë. Çfarë? Pyeti Kajo, pa lëvizur. Që janë gjithmonë atje. Çdo natë, edhe kur nuk mund t'i shohim. Ai nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm u përkul pak dhe i puthi flokët, një gjest i ngadaltë dhe i kujdesshëm, sikur të mos donte ta prishte momentin. Nuk kishte nevojë për fjalë. Kishte heshtje që nuk ishin bosh, por të mbushura me kuptim. Asnjëri prej tyre nuk ishte më vetëm. Ndonjëherë jeta nuk paralajmëron. Të thyen papritur në anë të rrugës, fjalë për fjalë ose në mënyra që nuk duken nga jashtë. Të lënën shi, me duart që dridhen dhe me bindjen se duhet t'ia dalësh vetë. Sepse kështu ke mësuar, sepse herën e fundit që i besove dikujt, dhimbja ishte shumë e madhe. Beatrisa e dinte mirë atë ndjesi. Kishte kaluar vite duke ndërtuar mure të padukshme rreth vetes. Suksesi ishte bërë mburoj, puna një mënyrë për të mos menduar dhe vetmia një zakon që dukej si forcë. Njerëzit e quanin të fortë. Ajo buzëqeshte dhe nuk i korrigjonte. Por forca ndonjëherë është vetëm një mënyrë elegante për të fshehur lodhjen. Në atë natë, ndërsa yjet ndriçonin mbi mal, ajo kuptoi se nuk kishte ardhur aty për shkak të një makine të prishur apo një rruge të gabuar. Kishte ardhur sepse kishte nevojë të ndalej, sepse ndonjëherë universi nuk të shtyn përpara, të ndalon. Dhe ndonjëherë personi i duhur nuk është ai që të ndjek me fjalë të mëdha apo premtime të zhurmshme. Është ai që qëndron. Ai që pret në anë të rrugës edhe kur ti i thua të largohet. Ai që nuk ka nevojë të bind askënd për vlerën e tij. Kajo ishte pikërisht kështu. Ai nuk kishte bërë pyetje të panevojshme. Nuk kishte kërkuar të dinte sa para kishte ajo, çfarë pozicioni mbante apo pse dukej gjithmonë sikur mbante peshën e botës mbi shpatulla. Kishte qëndruar pranë saj pa kërkuar asgjë në këmbim. Shumë njerëz kalojnë vite duke kërkuar dashurinë në vende të zhurmshme, mes turmave dhe planeve të mëdha. Por ndonjëherë ajo gjendet në një punishte të vogël, në një filxhan kafeje të thjeshtë ose në një teleskop të drejtuar drejt qiellit. Mendon se njerëzit ndryshojnë vërtet? Pyeti Beatrisa pas pak. Ai mendoi për një moment. Mendoi se ndalojnë së luftuari me veten. Ajo buzëqeshi lehtë. Poshtë tyre, dritat e bujtinës dridheshin si yje të vegjël të kapur në tokë. Nga kuzhina vinte aroma e bukës së freskët. Me siguri Zilda ishte ende zgjuar duke përgatitur diçka për mëngjesin e nesërm, duke pretenduar se nuk ishte kurioze për gjithçka që ndodhte rreth saj. Nata kalonte ngadalë, pa nxitim. Ishte e çuditshme si disa njerëz hyjnë në jetën tënde në momentin më të papritur dhe ndryshojnë gjithçka pa bërë pothuajse asgjë. Nuk është gjithmonë një shpërthim emocionesh apo një deklaratë dramatike. Ndonjëherë është thjesht një dorë që nuk largohet. Një prani që nuk lodhet. Një heshtje që të lejon të marrësh frym. Në atë moment, Beatrisa kuptoi se nuk kishte më nevojë të provonte asgjë. Jo botës, jo vetes. Jo së kaluarës. Qielli mbi ta ishte i pastër. Orionit I dukej brezi I ndritshëm, kryqi I jugut qëndronte pak më poshtë dhe një dritë e fortë shkëlqente pranë horizontit. Venusi, tha Kajo me zë të ulët. E di, u përgjigj ajo. Ai qeshi. Heshtja u kthye përsëri, por këtë herë ishte ajo që bashkon njerëzit, jo ajo që I ndan. Ndonjëherë jeta të rrëzon pikërisht për të çuar në vendin ku duhet të jesh. Dhe ndonjëherë përgjigjja nuk është të bëhesh më I fortë, por të lejosh dikë të qëndrojë pranë teje. Ndoshta edhe ty të ka ndodhur.
Ndoshta dikush është shfaqur në jetën tënde kur nuk e prisje fare dhe ka ndryshuar gjithçka. Ndoshta ishte një mik, një dashuri, apo një i panjohur që vendosi të mos largohej. Historitë më të bukura shpesh fillojnë kështu, me një ndalesë të papritur dhe një zgjedhje për të mos u larguar. Nëse kjo histori të preku, ndoshta sepse një pjesë e saj të përket edhe ty dhe ndoshta, diku atje jashtë, dikush po pret ende në anë të rrugës tënde, pa e ditur që është pikërisht personi që do të ndryshojë gjithçka. Sepse si yjet disa njerëz janë gjithmonë aty, edhe kur për një kohë të gjatë nuk arrijmë t'i shohim.